Përshëndetje. Sot kemi një pako nga Temu. Edhe do ta hap tani, s'pas kam gërshërë këtu lart. Po nëse po përtoj të shkoj sot me gërshërët, funksionojnë duaj. Një sekond. Më falni për zhurmat, por më duhet që ta hap kështu. Që kam përësitur unë këtu, kush e gjen? Kam marrë disa gjëra, sigurisht për vete, për shumë pak. Nuk e di që ka ardhur, as vetë se di se i kam bërë pjesë përësit. Edhe kam marrë edhe disa rroba për zjarin për verë. Për t'i hef, kështu të zjarin bukur. Ishte, hajde miru pafshim tani. Fillojmë nga kjo gjëja e bardhë, dhe është një set që mora për vete lino, më duket, nuk e di, do ta shikojmë bashk. Qa lino e qa nga kjo si perde. Që nga lino nga ajo si karton. E mirë qa presun tani, të më vi. Kështu që nga e bukur, shikoni sa e bukur, e gjerë, por nuk e ka gjë materialin, është këmish. Tutat që nga të bukra. Janë edhe tutat, kanë star, kështu, që është kjo gjëja, që mos jenë të i dukshme. Shikoni. Mund të kisha veshur. Okej, që nga dhe të gjata super, kanë edhe gjepa, kanë edhe litar. Se që nga dhe është keq, është avakot. Shikoni që materiali. Lino është për të qenë, po nuk është ajo linoja e butë e mirë. është qikësi kështu si karton. Kush do, mund të më shkruaj se ja them unë linkun edhe që ta porosisni. Kjo ishte, nuk e di, se di fare sa lek ishte. Filloj me tjetrën. Tjetra është, kjo është për karrocën e zjarit. Sepse zjari është rritur tani edhe rri ullur. Nuk rri më shtrirë dhe që të rri ullur duhet kjo gjëja që vendoset e karroca, që të mbështetet atje dhe të mos e vras kurrizin. Kjo që nga shumë e mirë, është e gjitha pambuk. Dhe këtu brenda vendosen ato si lidhse që siguron djalin që të mos bjerë. Këtu kemi një gjë të bardhë për zjarin, më duket se është badi 6 deri 9 muajsh. Për kjo që ka shumë e trash për tani. Për që ka shumë e bukur. Shikoni, është vetëm me arusha, por është si batanije, por mund t'i vesh vetëm këto. është shumë e trash, fik si batanije. Nejse, darkave që këtu është freskët akoma. Kështu që mund t'a vesh kur të dalë gjiro me bebushin. Tjetër. është kjo gjëra roz, kjo është një fustan më duket. Kjo më duket për po, është një fustan super. Materiali që nga yll, shifeni. është kështu pambuk. Nuk e di si quhet ky, po më duket, se sintetik nuk është. O sa i bukur. Është i tillë. Me këto krahët kështu, supet për jashta, te krahët i ka kështu mëngët, edhe poshtë është me 2 rrulla, pala, që që këto? Pala po. Që ka shumë i bukur, për këtë do provuar. Tjetër, kjo është një bluzë e bardhë, që lexon Spanjë. Tani unë kam marrë 2 të tilla, por të ndryshme. Një e kam marrë për Anxhelën, një për vete, sepse më pëlqyen shumë. Kjo është masa medium, okej, na bën të dyve. Se edhe unë i dua kështu të gjera. Sa e bukur që është. Si këto sportive që kanë dalë tani në modë që vishen me funde me atletet e çorapit gjata. Me si po presi t'i vesh. Por më duhet që t'i laj. E kjo mirë është. Këto janë
të stampuara. Tani po i hap me radhë se nuk e di kush është bluzja tjetër që lexon Spanjë. Kjo është këtë e kam marrë për Angelon. Lexon kështu Chicago, por e ka materialin si këto të palestrës, është e hollë dhe për verë është shumë e mirë. Bardhëzi. Është e kombinueshme. Kjo tjetra se di çfarë është. Është kostum për zjarin. Me tuta me tigër. Edhe me bluzën me tigër të bardhë dhe tutat e zeza. Kjo që nga super. 9 deri në 12 muaj, por kjo është nuk e di, kjo i bën zjarit dhe tani. Kam bërë shumë mirë që i kam marrë këtë mas, sepse pas ka prerjen goxha të vogël, dhe pse zjarri është 6 muajsh tani. Kjo është bluzja tjetër sportive dhe kjo. Edhe kjo lexon Chicago. Është e zezë me të kuqe dhe kjo për Angelon. Kjo është një boqelli. Kjo është Spanjë, po s'ka marrë një të bardhë, një boqelli. Edhe kjo që nga shumë e bukur. Kjo është më e madhe, kështu që këtë do ta mbaj Angelo, të bardhën do ta mbaj vet, po, është large. Është e tillë si oversize, po mund ta vesh edhe vetëm. Kjo është një bluzë për zjarin. Po s'ka marrë shumë bluze dhe kjo pakua. Sa e bukur. Se do kombinohet me mamin ai. Kam marrë dhe një jeshile për vete, sepse ajo jeshilja më duhej për një palë atlete që unë kam. Kjo është bluzja ime, për të cilën po ju flisja. Është me krah të shkurtra, me këtë rosakun. Ja, rroba jemi në tashi që e ka të kupa, por nuk e di. Sa e bukur është. Që në ka dhe i gjatë. Kaq. Por është shumë e bukur. Dhe kjo do ta vesh me zjarin njësoj. Që të bëhemi bashk njësoj. Këtu është një gjë e zezë, edhe kjo bluzë do t'jetë large, ndërsa është Angelos. Po. Është Angelos, ka të shkruar ka hën këtu, gjysëm hëne. Kjo është pambuk, është e zezë. Edhe mbrapa ka këtë kështu. Është shumë e bukur. Nuk e di, po të temu ja vlen për këto. Shikoni se jam djegur këtu. Të temu ja vlen për këto bluzet. Sepse mund t'i marrësh dhe t'i keni për të ndruar. Këtu kemi pijama për mua. Të gjithë ata që ndjekin videot e mia e dinë që unë vdes për pijama dhe i kam shumë qef, madje kam bërë një koleksion të madh pijamash. Këto janë tuta të gjata, është set me 3 pjesë. Që nga shumë të bukura dhe të buta. Tuta gri me këtë macen, në fakt janë 2 mace, po. Kanë këtë fjangon këtu, lastik, edhe janë të lirshme, të gjata dhe të gjera deri në fund të këmbëve. Kanë tuta të shkurtra për verë, edhe këto janë super. Dhe bluzen, bluzja është kjo këtu. Edhe për të ndenjur në shtëpi janë shumë të rehatshme. Tjetër, kjo është një gjë që nuk po e kuptoj çfarë është, ndoshta është për zjarin se qenë ka e vogël. Po. Këtu kemi 2 paltuta për zjarin. Janë tuta gri. Brenda janë me push. Sepse duke qenë, unë kisha tuta të tilla plot, por zjari nga që zgjatet, vazhdon të rritet se me bebat është pak problem për rroba, duhet marrë për një kohë shumë të shkurtër, sepse nga që rriten shumë shpejt edhe nuk bëjnë. Edhe i mora këto e kanë goxha këmbën e gjatë, kështu që këto do të rrinë fiks.
Dhe pse i ka marrë masë e madhe në fakt, janë 9 deri në 12 muajsh. Por mendoj që për zjarin janë fix. Këta do t'i rrim pak fare me rrollë, këtu të kam pak kështu, por këto të zezat janë shumë të bukra. Edhe këto janë me push brenda. Tjetër kemi një fustan të bardhë, si këta që janë në mod. Është saten, ngjan pak si këmish nate. Kështu. Që ka shumë i shkurtër. Shikoni, e ka të qarën deri këtu lart. Ndoshta për anës detit në plazh është mirë. Është i gjithi i qarë edhe këtu ka tyll. Edhe kurrizin e ka të gjithën të hapur. Ndoshta rri mirë në trup se ti. Eci me tjetrën, kemi një gjë boqelli. Edhe kjo është fustan tjetër saten, po. Është kështu që lidhet. Është i gjatë. Këtu nuk duket gjë. Ka lastik këtu mbrapa dhe është i lirshëm dhe i shkurtër, por e di çka s'po më pëlqen te ky është pjesa këtu. Sepse më duket shumë e madhe. Nuk e di. Mos ndoshta do t'i vë ndonjë rip ose diçka, sepse do rri shumë e gjerë te barku dhe nuk do duket bukur në trup. Por si që thash, gjitha këto duhen provuar dhe duhen parë sepse fustanet shifen vetëm veshur, se kështu nuk duke një gjë. Këtu kam një fal paliceta më duket, për zjarin. Këto po janë të mëdha. Këto që kanë shumë të mëdha. Apo ashtu duke. Ndoshta e kam vetë modelin kështu që rrin të gjera. Duhet t'ja provoj. Por janë shumë të bukura. Ndoshta edhe kur të vijë një vjeç do t'i bëjnë. Më mirë të jenë të mëdha se sa të vogla. Kemi edhe kaq për të hapur. Edhe kjo këtu është një kostum lino për zjarin. Me një këmish me krah të shkurtra. Edhe me tuta të gjata. Do t'i vesh njësoj me mamin edhe me babin, po babi e ka, Angelo e ka kostumin, vetëm unë nuk kisha dhe zjari. Dhe i bleva do t'i vesh njësoj kur të dalim nga deti. Dhe të bëjmë ndonjë foto të bukur. Këtu është një shami, nga këto që lidhen. E ka marrë me ngjyra kështu, sepse duhet për në verë. Këto vjen dhe te beli kështu tani, ose sipër te xhaketat. Kështu mund të duket bukur. Ose kështu te xhaketa dhe t'i vë ripin këtu. Ose mund ta lidh këtu te qapa. Të bëj një lidhje kështu të bukur. Edhe me këmish, se me këtë bluze nuk shkon fare. Por kështu duket bukur. Kjo çdo kombinime, prandaj kam marrë dhe me ngjyra. Janë edhe 2 të fundit, jo 3. Ç'është kjo gjë e bardhë? Me duket se edhe kjo shami është. Kjo është për dyshekun e zjarit që ta vendos këtu brenda, është për dyshekun e karrocës nëse do që të rishtrirë i gjithmonë. Që ka shumë material i mirë. Edhe kjo duket që është për zjarin dhe fundit është për mua. Janë body. Po. Janë body, një është e zezë me arush. Shumë e bukur. Një është e bardhë dhe kjo me arush, të treja janë me arush.
Okej, si mas janë fikse. Dhe gria. Shikoni sa e bukur. Nëzi po pres t'ja laj edhe t'ja vesh. Kjo është e fundit, uroj të mos më zhgënjej. Sa i bukur, që ngjyrash. Ngjyra verore. Është një fustan i gjatë. Wow. Qa fustani, o zot. Disa për jush do qeshin tani, do thonë vete fustan që s'është ai. Por shikoni pak, kjo është pjesa këtu. Kurse poshtë është kështu, si tip fundi, i gjatë deri në fund të këmbëve. Materiali që hapet sa të doni ju, nuk është i të i dukshëm sepse ka materialin shumë të mirë. Nuk e di ku që ka shumë i bukur. Shikoni që ngjyra është ka dhe që dizajn. Ka edhe një të qartë të vogël këtu që të mos pengojni kur ikni. Por ky është shumë i bukur. Vetëm verën po pres tani që të vi të dal nga deti edhe t'i vesh të gjitha këto që kam marrë. Ky është i preferuari im, ndoshta nga të gjithë porosit që kam bërë në Temu, ky që nga shumë i bukur, ka pas dhe të tjera, po nuk i mbaj mend tani se çfarë kanë qenë. Por ky është super. Se mua më pëlqejnë shumë këto gjërat që janë kështu si të veçanta, që nuk janë shumë të thjeshta, dhe pse unë jam një gocë që i vesh të gjitha gjërat, vesh klasike, sportive, moderne, dhe pse rehat jam kështu si jam sot me një bluze dhe streqe. Për të gjitha ju goca që keni shumë dëshirë të shikoni goca të tjera, teksa veshin rroba të bukura, teksa i kombinojnë ashtu si puna ime, do ju lutesha që të më bëni follow në Instagram, sepse atje kam hapur një Get Ready With Me, ku hedh reelsa të ndryshme me veshjet e mia dhe që i kombinoj me njëra tjetrën, dhe jap ide pse jo për ju që doni të kombinoni, ose ide veshjesh, nuk e di, nëse do doni që të shikoni këto video dhe në YouTube, do ju lutesha të më komentonit dhe të më thoni që duam të shikojmë video të tilla, dhe unë do bëj një video për ju me rroba, duke i veshur, duke kombinuar me njëra tjetrën, pse jo, t'jap ide edhe për ju, edhe kaq kisha për të thënë sot, tani do iki, sepse po më pret zjarri me Angelën. Ju put fort të gjithëve dhe do të shihemi në video në radhës. Mirupafshim!